NASA ka zbuluar nëpërmjet një dalje për mediat lajmin aq shumë të pritur. Kërkime dhe ekspeditat shumë vjeçare në hapësirë konfirmuan se ekziston edhe një tjetër planet i ngjashëm shumë me Tokën. Një zbulim i tillë kaq historik është arritur fal misionit të teleskopit Kepler. Planeti i pagzuar Kepler 452b është rreth 60% më i madh se sa planeti ynë dhe kryen një rrotullim të plotë rreth yllit të tij për 385 ditë. Planeti i ri ndodhet në atë që shkencëtarët e quajnë zona e jetës, pra ku rrotullohet rreth yllit të vet në një distancë të caktuar, as larg dhe as afër tij. Shkencëtarët e NASA-s janë të bindur se Kepler 452b plotëson të gjitha kushtet për të qenë një planet ku ka jetë. Ata thonë se ky planet ka ujë, ndonse më pak se sa planeti ynë, por mjaftueshëm për të vazhduar sipas protokalitjeve edhe 500 milion vite të tjera jetë. Kepler 452b ndodhet në hyjësinë Cygnus, 1400 vite dritë larg. Ylli i tij është 6 miliard vjeç, 1.5 miliard më i vjetër se sa dielli i Tokës. Teleskopi Kepler është hedhur në orbitën e Tokës në vitin 2009, që nga ajo kohë deri tani ka zbuluar rreth 4000 planete jashtë sistemit tonë diellor, që ndodhen në zonën e jetës. Por zbulimi se ka një planet shumë të ngjashëm me Tokën është absolutisht më i madhi, që rrjedhimisht i përgjigje pyetjes mijëra vjeçare, nëse jeta ekziston apo jo edhe në ndonjë vend tjetër në gjithësi.